Me tensione të shumta dhe me përplasje me policinë u shoqërua protesta e banorëve të 20 fshatrave të bashkive Has dhe Tropoj, të cilët protestuan këtë të hënë për ndërtimin e rrugës Kam-Qaf-Prush. Protestuesit bllokuan hyrjen drejt pikës të kalimit kufitar të Qaf-Prushit në Has, duke kërkuar me ngulm ndërtimin e rrugës rreth 20 kilometra të gjatë, e cila lidh 20 fshatra me aksin kombëtar Krum-Qaf-Prush-Gjakov. Rruga jonë ka një shekull, 86 vite për eksaktësisht që nuk është vudor, nuk është investuar si lek, edhe nuk e besojmë që jemi të nërpërkomur në këtë farfeje. Nuk është investuar, nuk është kur fa investime ma qysh kur ka punu italiani. Është bajt kromi, janë bajt drumët, është bajt gjithë kjo investim, është nërtu Beogradi i ri me krom tonin. Edhe na kena metë në këtë gjende që kur është. Rrugët të ta bojnë, vjeni fushat, e kitë marume, as ta bë kush, as fol kush me ty, dy fjallë nuk i ta. Prandaj i kërkojmë qeverisë, i kërkojmë institucionet, në animojnë për këto rrugë, për këtë sende, dhe na njerëz. Protestat nuk do t'i ndalim deri në realizimin e kërkesave tona. Kjo është hera e dytë që banorët e Hasit dhe Tropojës protestojnë për ndërtimin e aksit Kam-Qaf-Prush, ndërsa bëjnë të ditur se kjo rrugë është ndërtuar që prej vitit 1938 për shfrytëzimin e burimeve minerare në zonë. Banorët thonë se kjo rrugë nuk është mirë mbajtur nga autoritetet përkatëse, ndërsa përshkohet nga gropa të thella.